thuaj o pejgamberim, mësoj ummetin tënd. Me të vërtet, namazi im këtu hin edhe lutja ime, adhurimet e mia, mbështetja ime në Allahun azza wa jall. Lutja ime në Allahun subhanahu wa ta'ala. Kërkesat e mia për Allahun te bareke wa ta'ala. Wa nusuki, dhe kurbani im, dhe haxhi im, dhe umra ime, dhe jeta ime, gjithë jeta ime, prej fillimit deri në mbarim, çdo frymëmarrje që e bëj, dhe vdekja ime, të janë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Të janë të sinqerta për Allah. Kështu, lillahi rabbil alamin. Sinqerisht për Allahun i cili është Rabbul Alamin. Çka do të thonë kjo? Pse nuk thot vetëm lillah, po lillahi rabbil alamin. Me na e bën me dije se ky Zot është krijuesi i gjithçkahit. Vetëm ky meriton që na veprat e tona t'i bëjmë vetëm për hir të Allahut te bareke ve teala. Se ky na ka kriju, nëse dikujt kemi borxh për jetën tonë, për shëndetin tonë, për riskun tonë, për mirëqenien tonë, për familjen tonë, për rahatin tonë, për inteligjencën tonë, për mendjen të mirat dhe gjitha të mirat që dim mi numru e s'dim mi numru. Nëse dikujt kemi borxh, i kemi vetëm Allahut te bareke ve teala.